Maqedonia e Veriut vazhdon të jetë në zi. Shpalli një javë zi për 59 viktimat e shpërthimit të tmerrshëm që tronditi Koçanin, Maqedoninë dhe jo vetëm. Lagja në cilën gjendet objekti ose klubi në cilin kishte ndodhur shpërthimi vazhdon të jetë e tëra në rrethim policor. Nuk mund të futet dikush aty brenda pa një leje speciale. Në fakt edhe po të futesh, të bisedosh me policët, krejt çka mund të bësh është ta shohësh nga largësia objektin. Nuk lejohet askush që të hyj brenda e aq më tepër që të bëj ndonjë fotografi apo ndonjë video. Ndërkohë institucionet shtetërore, sidomos ajo Ministria e Shëndetësisë, po vazhdon të kryej punët e saj në kuptimin e trajtimit të mbi 170 pacientëve që i ka nëpër spitale gjithandej Maqedonisë dhe jo vetëm. Ka edhe jashtë Maqedonisë që vazhdojnë të marrin trajtimin pas plagëve që i kanë marrë në natën e së shtunës dhe mëngjesin e së dielës. E kemi në vazhdim një bisedë që kemi zhvilluar me Ministren e Shëndetësisë Arben Taravarin për të parë se si është gjendja e tyre dhe sa pacient momentalisht janë të shtruar në spitale. Para u pranun Koçani Shtip, disa më të vështirit në Shkup, e mandej prej Shkupit disa i shumë në shtetet më të afërta, ku ka qendra për djegje, Selanik, Sofje dhe Beograd. E mandej komplet këto të Koçanit dhe Shtipit kreti vendosëm në Shkup. Gradualisht pastaj çdo pacient që paraqiteshte me vështirësi më të mëdha, se vështirësohet normalisht pasyra klinike ditën e 2 e 3, i dërgu momentalisht jashtë shtetit shërohen 105 pacient dhe në Maqedoni janë 73 pacient që shërohen në Maqedoni. Fatmirësisht e them asnjë s'ka ndru jetë deri tash. Kishim 20 pacient që ishin shumë kritik. Sot që flasim 10 janë shumë kritik dhe 10 që ishin shumë kritik janë në gjendje pak më stabile. Edhe këto 10 që janë shumë kritik, që janë jashtë Maqedonisë, edhe ato momentalisht janë jashtë rrezikut për jetë, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të komplikohet. Prandaj jemi të vëmendshëm në deklarata. Unë jam shumë krenar si Ministri i Shëndetësisë që kaluan gati se 100 orë nga tragedia dhe nuk kemi asnjë të vdekur prej atyre të cilët e përjetuan këtë tragedi dhe u trajtuan në sistemin shëndetësor në Maqedoni. I përmendët 4 raste në një periudhë relativisht të shkurtër. Për 5 vjet. Që ka ndodhë, çka po ndodhë? Pse kjo situatë, ministër? Si nuk u marrë mësimi nga rasti pari, 2, 3? Ky është më problem i sistemit. Problem i shteteve të vogla, ku me lidhje me njoftësi, me korupcion të vogël tem kështu, funksionojnë apo punojnë institucionet të caktuara, të cilët nuk i plotësojnë standardet e domosdoshme për funksionim të këtyre objekteve, apo autobusave, apo spitaleve, dhe fatkeqësisht i paguajmë të gjitha këto me një çmim që është më i lartë i mundshëm. Ai çmim është jetë njerëzish. Dhe këtë rast kemi plot të vdekur dhe shumica e të vdekurve fëmijë që janë prej 14 deri 24-25 vjeç. Kryetari i komunës dha dorëheqje me njëherë të nesërmen ose ditën e ngjarjes. Çka ka ndodhur tutje me institucionet, cila është përgjegjësia e tyre, çka po bëjnë? Unë si Ministri i Shëndetësisë kam qenë i fokusuar dhe i përqendruar komplet me zhvillimet e shëndetit të atyre që e përjetuan. Kurse organet hetimore merren me punën e hetimit të rastit, e di se në paraburgim janë prafërsisht 20 njerëz, e di se kryetari i komunës Koçanit jo të dielën kur ndodhi, po të hënën dha dorëheqje të parevokueshme. Kështu që top prioriteti im si Ministri i Shëndetësisë është të ketë as pak ose shumë pak për atyre që e përjetuan që kanë vdekur, kurse institucionet hetimore duhet dalin me rezultate dhe të ketë përgjegjësi. Unë besoj se këtë radhë patjetër duhet të ketë përgjegjësi dhe patjetër dikush
të përgjigjet që mos përsëriten këtë rast. Jo për te të qenit Ministër i Shëndetësisë dhe pas një diskutim vetë pozicioni ju imponon në një farë forme që ta keni me prioritet gjendjen shëndetësore të tëre, po për te kësaj janë edhe pjesë e qeverisë. A ka ndonjë diskutim që dikush duhet t'ja përgjegjësi? Absolutisht po, do me thënë ka pas edhe mbledhje të qeverisë, unë mbledhjen e qeverisë nuk isha se shkova të vizitoj pacientët në Selanik dhe në Sofje. Ato ishin pacientët më të vështirë, ditën e parë që i evakuam, po jemi takuar me kryeministrin, kemi bisedu dhe qëndrimi jonë i përbashkët është se patjetër dikush duhet të përgjigjet dhe unë mendoj se vetë fakti që i ka paraburgim për 20 njerëz, unë besoj dhe jam i sigurt se do të ketë përgjegjësi për ato të cilët kanë pjesë të fajit në këtë ngjarje që ndodhi në Koça. Në Ballkan, në përgjithësi, jo vetëm Maqedonia e Kosovë, nuk është shumë e theksuar kjo përgjegjësia morale në kuptimin e dhënies tërheqjes dikujt. A mendon që është situata që dikush duhet ta bëjë? Dëgjoni, unë me sa e di, kryetari i komunës Koçanit dha dorëheqje në aspekt moral. Prej nivelit qendror kam fjalën. Prej nivelit qendror e shohim e bëjmë. Domethënë aty ku institucionet mendojnë se diçka që është desh të kontrollohet prej atyre dhe nuk është bërë, mundet edhe të ketë, në qoftë se nuk ka faj askush, të nuk duhet mbaj përgjegjësi morale, por e shohim, unë s'dua të flas për gjëra të cilet ende nuk janë kthjelluar, ende si dim punët pastër. Kështu që për hetimet do t'i shohim, në qoftë se ka dikush që vërtet ndjen përgjegjësi që ka një pik faj indirekt apo direkt, edhe duhet të jep përgjegjësi. Dhe për fond, Ministër, a mund të themi që e ka marrë mësimin Maqedonia e Veriut në këtë tragjedi të fundit me përmasat më të mëdha gjithashtu, duke pas parasysh edhe tragjeditë që i përmendëm më herët që kanë ndodhur? Në qoftë se në 3 tragjeditë e para s'kemi asnjë të arrestuar, tash në të katërtën ka 20 të arrestuar, në qoftë se në 3 tragjeditë e para asnjë proces gjyqësor nuk përfundoi ashtu si duhet, tash besoj se duhet, dhe në qoftë se edhe këtë herë ne heshtim dhe i mbyllim syt, duhet të presim tragjedinë e radhës. Në tragjedinë e radhës, kandidat potencial jemi të gjithë ne dhe fëmijët tonë të cilët jetojmë në këtë shtet. Në qoftë se nuk e ndalim këtë mënyrë kështu mafioze të funksionimit të shtetit, atëherë nuk kemi bërë asgjë. Dhe keni filluar të ndalni, me sa kam pa, ose ke po tentoni s'paku të... Po, vetë hetimi flet se them 20 janë në paraburgim. Unë nuk them se të gjithë këto janë fajtor, po hetimet duhet të tregojnë dhe duhet të ketë procese gjyqësore ku duhet sillet një vendim që dikush e ka fajin. Pikë. Gjithçka kemi parë e mësuar nga tragjedia që ndodhi në Koçan, ku mbetën 59 persona të vrarë, e më shumë se 170 të lënduar, ka arritur tek ne fal punës së palatshme e profesionale të ekipeve mediale. Në mesin e gazetarëve që ka qenë afër, i ka takuar banorët, i ka takuar prindrit, vëllezërit, motrat, familjarët e tjerë të viktimave dhe ka raportuar në kohë reale nga atje, është Fitim Kryeziu, gazetar nga Shkupi, të cilin e kam nderin ta intervistoj në vazhdim. Fitim, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve për vizitin. Si ka qenë ngjarja, çka kujtoni, cili është mendimi i parë që ju vjen në mend prej kësaj ngjarje tragjike? Po sigurisht se telefonatat e para që kemi marrë nga kryeredaktoria, zonja Merita Gashi, kanë qenë në orët e para të mëngjesit, respektivisht diku nga ora e 6 e mëngjesit, dhe posa morëm lajmin të gjithë ekipet mediale, do thotë jemi angazhuar dhe të gjithë gazetarët, jemi ftuar që atë të dielë të vim të gjithë në punë, edhe pse kishim ndoshta një ditë pushimi dhe të jemi drejtuar shpejt në redaksi ku janë ndarë detyrat nga udhëheqësit dhe sigurisht se pamjet të cilat e para të cilat i kemi parë në spital kanë qenë vërtet të trishta dhe të paimagjinueshme. Ka pas pothuajse në çdo sekondë vishin ato autoambulancat të cilat sillnin persona të lënduar dhe të njëjtit të cilat kanë qenë në gjendje të tmerrueshme dhe të papërshkrueshme për një individ. Disa video prej familjarëve i kemi parë, të rënda sa thuhet. Si ka qenë t'jesh afër tyre, të përjetosh bashkë me ta këtë dhimbje që ata e përjetonin në ato momente?
Po sigurisht se interesimi edhe opinionit ka qenë se si është thjesht mendimi i familjarëve, mirë po ka qenë pothuajse e pa imagjinueshme të ofrohesh të marrësh një deklarat prej një të afërmit në atë gjendje shumë të rëndë psiqike, dhe sigurisht se përveç lotëve dhe dhimbjeve, pothuajse nuk kemi mujtë të raportojmë asgjë. Ato pisklimat të cilat vinin nga familjarët, nuk kemi mujtë të raportojmë një deklarat të thjeshta, ta veçojmë diku 20 sekonda, por thjesht kanë qenë vetëm bërtima dhe kanë qenë lotë dhimbje e papërshkrueshme të cilat s'do mend që edhe ne gazetarët ndonjëherë kemi reflektuar dhe për fat të keq që kemi përcjell deri tek opinioni edhe ato pamje të këqija dhe të vrashme. Në karrierën tënde si gazetar, Fitim, a ka pas ndonjë situatë më të vështirë, më të rëndë që e ke përcjell? Po sigurisht Maqedonia njihet tani më që për një kohë të shkurt ka kaluar disa tragjedi dhe sigurisht se kemi pas ngjarje shumë të rënda, kemi pas kujtohet shumë mirë që nga viti 2001 do të thotë konflikti armatosur ka qenë jashtëzakonisht trishtueshme të dalësh dhe të raportosh. Pastaj ka qenë rasti i Kumanovës, ka qenë Durmotursi, ka qenë e shumë ngjarje të rënda të cilat Maqedonia për fat keq i ka kaluar, duke mos harruar edhe spitalin modular në Tetove, i cili vërtet pothuajse ashtu na ka prej neve gazetarëve në shpirt dhe nuk kemi qenë ndoshta në gjendje të raportojmë në mënyrë të drejtë dhe të objektive. Dhimbja ndjehet shumë kur ofrohesh në qendër të Koçanit. Aty ku të njëjtën është vendosur një libër për nënshkrime, janë vendosur edhe fotografitë e disa prej të rinjve të cilët vdiqën në klubin e natës, pols nga shpërthimi i të dielës në orët e hershme të mëngjesit. Ndërsa njerëzit po vinë, po nënshkruan dhe po shfaqin kujtimin e fundit e po bëjnë respektin e fundit për gjitha viktimat e këtij rasti tragjik. Varrimi i disa prej të vdekurve tashmë është bërë, ndërkohë dekani i Fakultetit të Mjekësisë në Shkop, Svetozar Antović dhe udhëheqësi i Institutit të Mjekësisë Ligjore Aleksandar Stankov ka njoftuar se pas ngjarjes tragjike në Koçan për një kohë shumë të shkurtër janë kryer 59 autopsi dhe identifikimet të vdekurve. Të gjitha viktimat u zbuluan se kishin vdekur nga asfiksia e dhunshme, e shkaktuar drejt për drejt nga zjarri. Pritet që të gjitha raportet e autopsisë të përfundojnë deri në fund të marsit. Veshjet dhe të gjitha sendet e gjetura tek të vdekurit ndodhen në institut dhe do t'i kalojnë prokurorisë, thanë ata.